Here we go, here we fly, sparkle wings way up high, with the rainbows and the stars aligned. Fairy friends, heroes strong, shimmer bright, hear a song with a smile in your sky tonight. You can feel the music lift you off the ground. Nothing's gonna stop us now. We are the magic wings, rising up together. We are the magic wings. We are the ones who keep the dream alive. Your power's gonna shine forever. We are the magical wings. Magjia e zezë e lëshuar mbi kolegjin I detyron Winxat të kthehen në Alfea. Të gjithë e marrin seriozisht trajnimin përveç Nexit dhe Royt, që përqendrohen më shumë në garën për dashurinë e Aishës. Sa po bëhen gati, skuadra kthehet në kolegjin Livfea, ku Flora fiton aftësinë e saj për transformimin Bloomix. Megjithatë, Selina vazhdon t'u jap krijesave librin e legjendave. Aisha, koha për të larguar tani. Mos u shqetësoni, djema, do kthehen përsëri. Bravo! 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 Aisha, Leila, kujdes! Shpëtoi për një fije. Nuk është shaka, është vërtet serioze. Dhe kemi vetëm një pjesë të flakës së dragojt. Mos harroni se bashkë me Plumixin tim, ne mund t'ju bëjmë ballë atyre shtrigave dhe të përpindeshave të tyre të veqët fluturues. Helia, Riven, e keni pikok, shmankeni! Gjigji I tërmetit! Miusa, ha ke ndonjë ide? Ndoshta ati do t'i pëlqente pak rock klasik. Më thuaj, si të duket kjo? Ose ndoshta I pëlqen muzika reggae. Largon nga miqtë e mi! Janë kudo! Dhe janë drejtuar për këtu. Si do t'ja bëjmë tani, Aisha? Tu kujtohet rëkullisja 3 herë mbrapa? He? Po, Oh, jam gati. atëherë le ta bëjmë këtë. Të lumë, Stella. Kjo ishte e mrekullueshme. Oh, faleminderit. Kam mësuar nga më e mira. Stella, zana e diellit vezullues. Aisha, zana e valve. Ato janë transformuar. Ato janë transformuar. Por si? Trimëria dhe të menduarit e shpejt ju solli fuqinë Blumix. Në rregull, bëu gati, Stella. Ja tek po vjen një tjetër. Dakord. Unë jam gati. Reze pas tërtrite. Nuk do të shkosh askund, Flora. E di, por ti do të largohesh. Vorbull i Argavanësh. Kam motrën më fantastike në botë.
Të mirë të shikosh veten, Ajsi. Ha, sa për të qeshur. Ashtu? Atëherë do të mendosh se është për të qeshur. Hey, ata po ndjekin rrugën e gabuar. Humbe për forcimet, Ajsi? Po, për të mbledhur gjërat dhe të largohen. Gjithsesi unë po lodhesha vërtet nga ky vend. Ne po lodhemi nga ty. Në rregull. Shihemi më vonë. Së pari le t'u japim diçka që të na mbajnë mend. Rea Morfix. Wow, kjo ishte fantastike. Ja dolëm. Wow, Ja kolegja Limfea, Fantastike, ja dolëm. ishim të mrekullueshme. Ishte të mrekullueshme. Ti shpëtove kolegjin Limfea. Na shpëtove dhe nga shëndrimi në gur. Duen falenderuar të gjithë. Ne luftuam bashk dhe po ashtu fituam bashk. Oh, Flora, Jam shumë krenare për ty. nuk jam më thjesht motra jote e vogël, apo jo? Po, sepse tashmë je një zan, trime dhe e mrekullueshme. Mendon se mund ta përsërisim këtë së shpejti? Kuptohet, pa gjithë luftët në shlërimet në gur, sigurisht. Unë jam dakord. Ku është Daphne? Kjo është ora e saj e mësimit. Që kur u larguam nga kolegji Limfea, mendoj vetëm se... Nëse bashkëpunojnë të gjitha, asgjë nuk është e paarritshme. Po, edhe kjo, por më e rëndësishme është... është se edhe Betea mund të sjellë frymëzim. Wings, ju paraqes koleksionin tim të ri të kapeleve. Kapele në fluturim. Hey, nuk mund të shoh. E di, nuk janë të mrekullueshme. Them se nuk jeni gati për stilime kaq të avancuara. Ndoshta ne jo, por ti po. Po vim. Çfarë po ndodh këtu? Ku është profesore Daphne? Jam këtu. Më falni për vonesën, por kam lajme të shkëlqyera. Atëherë na i trego. Po presim. Kam marrë një ftesë të veçantë për të vizituar auditoriumin e artë me klasën. Kolegji muzikor më ekskluziv në të gjithë dimensionin magjik? Mund të vim edhe ne? Sigurisht, do t'jetë mundësi fantastike për të eksploruar më tepër lëndët që mbulojnë. Fantastike! E mrekullueshme. Ky është lajmi më fantastik që kam dëgjuar, me si po pres. Hey Riven, jam unë, Musa. Hey, Musa. Na kanë ftuar të gjithave në auditoriumin e artë. Nisemi nesër. Vërtet? Fantastike, fantastike. Po, Riven, është vendi për të cilin të flas gjithmonë. Të kujtohet? Tani jam i përqendruar në trajnimin tim. Dua të dali dalluar dhe të bëhem lider tek shatërvani i kuq. Fat, miru pafshim. Sinqerisht, se vazhdoj të përpishem. Tekna, si mendon? Shumë interesante. Faleminderit për mendimin aq të vyer. Mos u shqetëso për mua. Do të qëndroj vetëm këtu. Vetëm fare. A mund të mos luash tani? Po tallesh me siguri. Musa, po përpiqem të zgjidh një algoritëm të vështirë. E po, të them të drejtën, unë nuk jam aq e dhënë pas algoritmeve. Pse nuk e lë ti për më vonë? E po, është e thjesht, algoritmi nuk bën zhurmë. Edhe çfarë pastaj? Muzika ime na qen ka e zhurmshme krejt papritur? Ndoshta nuk dua karrike në rreshtin e parë çdo ditë në turin solo të Musës. Nuk mund ta besoj këtë që sapo the. Kënga për mua është frymarrje. Hey, çfarë po ndodh? Unë duhet të studioj për një provim teknomagjik ndërsa ajo vazhdon rutinën torturuese prej artisteje. E vetmja gjë torturuese është pa aftësia jote për t'u qetësuar. Nuk ju kam parë kur kështu më parë. Sa mirë që do të shkojmë tek auditoriumi i artë nesër. Kjo do të më lumturoj. Sonka ishte me tone të ashpra. Jeni vajza, ne duhet të bëjmë diçka. Wow, ky vend është i mrekullueshëm.
Sa shumë gjëra ka për t'u parë dhe sa po kemi mbërritur. Hey! Wow, shikojni ato statuja. Ai është dirigent Selim Nadro. Ai është Lofobusi, një violinist i famshëm, një nga të parët. Shumë mirë, Mjusa. Dileta! Oh, sa kopa u parë. Oh, ç'kemi Daphne? Wingsa, kjo është Dileta, drejtoresha e auditoriumit. Mirë se vini, Wingsa. Jemi të nderuar, aty kemi në shkollën tonë. Mund të flasim privatisht? Sigurisht. Vazhdoni të eksploroni, do t'ju bashkohem më vonë. Në rregull, Daphne. Shkojmë, ka kaq shumë gjëra për të parë. Dëgjova për atë që ndodhi në kolegjin Limfea. Triksat, ato u rikthyen. Me magji edhe me të zezë, diçka nuk shkon këtu. Jam dakord dhe duhet të zgjidhim para se të na sulmojnë përsëri. Dhe krejt papritur, disa prej Wingsave kanë fituar fuqi të reja. Si është puna me këta? Më duhet të mendosh për historinë e radhës dhe ta bësh interesante. Këtë mund ta bëj. Përmbledhja e legjendave nuk lidhet me Wingsat. Motra, nisemi drejt kolegjit magjik të radhës. Nëse nuk I ndaloni Wingsat. Akron, të premtoj që nuk do të zhgënjej. Stella, më ndiq mua. Shiko! Kjo piano është kaq e shëndritshme, e mrekullueshme. Kjo është pianoja e madhe e shëndritshme e zanave të Malorixit. E shikon? Çdo tingull është një ngjyrë pranvere. Po kjo violina. Provoje dhe do ta shohësh, është violinë magjike. Sa bukur! Më vjen mirë që të pëlqen, Sheri. Pse është ndërtuar kaq larg gjithçkaje e auditoriumi? Legjenda tregon se thellë nën tokë ka një sistem shpelle, Thjesht supozim. ku jetonin krijesat mistike. E kush janë ata? Krijesa të liga, piskamat e të cilëve mund të thyej 100 gota. Interesante. Një herë një kohë, krijesat e liga kishin ngecur në një sistem të zhvilluar shpellash dhe çdo natë ata përpiqeshin t'ia mbathnin. Sipas legjendës. Krijesa mistike. Tani jeni të lira të shurdhoni Wingsat me pritma tuaja të tmerrshme. Wow, shikoje pak. Tekna do ta vlerësoja nëse tregoje më tepër interes për këtë vend. O, zot, kush thot që nuk kam interes, Mjusa? Unë, po e them unë, ka shumë gjëra për të shijuar këtu. Dua të them që gjendja ime aktuale nuk është e përshtatshme për dëfrim. Atëherë kjo do të vazhdoj akoma? Unë kam një ide. Çfarë po bën, Kara? Kujdes! O, sot I madhe kanë gjetur tastier. Duhet të shkojmë ta ndihmojmë. Çfarë është ai tingull? Ka më instrumente të rralla? Kam frikë se nuk është kjo, Tekna. Oh jo, janë krijesat mistike. Krijesat magjike, Sirenix! I feel the power of the ocean, connecting with the deepest part of me. Lu, zana e flakës së dragoj. Wingsat magjik, Blumix. There's a light, a brand new kind of power
Aisha, Zana e valve. Nxirri ato vogëlushqe aty. Ata po lëshojnë val tingush. Rip ujë. Nuk funksionoi. Piskama e krijesave mistike imposhti. Tani jemi vetëm unë dhe ti. Nuk kemi zgjedhje tjetër veç se të shmangim sulmet e tyre. Duhet të shpëtojmë prej tyre sa më shpejt të jetë e mundur. Kemi ndonjë ide? Do të përdori muzikën si karen. Më ndiqni mua. Po funksionon, Musa. Duhet I largohemi sa më shumë shpellës së krijesave mistike. Sipas thellësisë në skaner, është një vend që plotëson kurse topografike. Bëje të ndaloj për mua. Shpella është ndej. E shoh, çfarë do të bëja pa ty Tekna, pa ty dhe këtë gjën tënde të thellësisë. Wow. Shikoje. Fantastike. Oh, shpella e krijesave mistike. Kolonat dhe stalaktitet mbajnë tinguj që kanë ngecur ndër shekuj. Nga këtu dalin ato tonet shurdhuese. Ti bën mirë të mos provosh të hysh atje. Po tani çfarë? E po tani janë në shpellë. Po ashtu edhe ne. Sigur të kishte një mënyrë për t'i mposhtur ata. Po si thua për zërin tim? Po. Kjo akustik do të bëjë që zëri yt të ndihet edhe më fort. Merja këngës. E po, më lër ta përpunoj kërkesën për një moment. Në rregull. Ishte mrekullueshme, Musa. Faleminderit për besimin që tregove ndaj meje, Tekna. Muzikës. Tekna, zana e teknologjisë. Tashmë keni fuqinë e Plumix. Sa mirë, tani le të fillojmë të ulim zërin e kësaj zhurme. Nëse këndon përsëri, Musa mund të përdor fuqitë e mia të reja për të arritur edhe më shumë. Shpërthim harmonie. Zëri i kristal. Ja dolëm, Musa. Wingsa, ju mbetemi përjetësisht mirënjohëse. Faleminderit shumë që na shpëtuat kolegjin, Musa dhe Tekna. Ju zbuluat mënyrën e vetme për të mposhtur krijesat mistike.
Dhe duke bërë këtë, kompozove një këngë të bukur që do të jehoj përgjithmonë në korridoret tona. Nuk mund ta besoj që ju erdhi kjo ide në mes të një situate të tillë. E po, në fakt ishte ideja e Teknës. Jo, kjo ishte merita jote, Musa. Këtë lloj debati mund ta përballoj. Musa, më mirë mos luaj më me kitarë. Oh, jo përsëri. Pa e vënë në boksin që kam krijuar për ty. Sigurisht, mezi pres ta dëgjoj si tingëllon nga kufjet e mia. Wingsat mund ta kenë auditoriumin art. Sulmi i radhës do t'jetë më tepër zbavitës. Shikoj tek vrapojnë. Si milingonat në përshi. Studente e Heraklionit, bindju në gjithçkaje nga kulla e reve. Në vërtet, kush guxon të sfidoj fuqinë tonë? Nuk dua të sfidoj fuqinë tuaj. Dua ta fuqizoj atë. Dua të jem pjesë e saj. Kjo është muzikë për veshët e mi. Përgatitjet për festën e Defnit, princeshës së kurorzuar të Dominos, janë në lartësinë e duhur dhe Blumi është shumë e lumtur për motrën e saj. Megjithatë, një fytyrë e njohur ju vjen në ndihmë magjistarëve kundër Wingsave. Të gjithë i kanë syt në betejën për flakën e fuqishme të dragojit të Blumit.